3 persona janë arrestuar dhe 2 të tjerë janë shpallur në kërkim si të implikuar në vrasjen e biznesmenit Mondi Mahala. Megjithatë, autoritetet nuk kanë deklaruar ende një pistë zyrtare për motivet e ekzekutimit të tij. Policia ka vënë në pranga Gjini Agon, ish ortakun e Mahallës, i cili akuzohet se u ka dhënë huamjetin 2 prej autorëve të përfshirë në ngjarje, të shpallur në kërkim, Amarildo Kolla dhe Marcelo Arani, si dhe rojen e karburantit shtetasin Kujtim Pisha, i cili akuzohet për moskallëzim krimi. Nga ana tjetër, policia njoftoi arrestimin e 29 vjeçarit Nevzat Spaho, një person me rekorde të theksuara kriminale, i cili u vu në pranga në Porrenjas si i dyshuar në vrasjen e 30 nëntorit. Megjithatë, pavarësisht arrestimeve, grupi hetimor ende nuk ka deklaruar një pistë konkrete për vrasjen e biznesmenit Mahalla, i cili u qellua me 2 plumba, 2 prej tyre në kokë. Nëse fillimisht atentati u mendua si i mirë organizuar, nga të dhënat e deri tanishme, rezulton se personat e përfshirë kanë lënë mjaft gjurmë, duke nisur nga makina e përdorur që u hazua nga ago, te pamjet filmike apo të e shkuara kriminale disa prej të arrestuarve.